Këtu kemi rastin e anulimit të golit Gjilanit, kemi ndërhyrjen e lojtarit numër 8 Gjilanit, në lojtarin me numër 21 Ballkanit. Këtu kemi një tërheqje të vazhdueshme dhe mbajtje, ku më të drejtë ftohet gjyqtari në monitor për anulimin e golit, ku pas rishikimit të pamjeve në VAR, me të drejtë anulohet goli për ndërhyrje gjatë ndërtimit të aksionit sulmues. Këtu kemi momentin se po e kontrollohen nga VAR-i për pozitë jashtë loje, por lojtari me numër 15 i Llapit mban në lojë Jasharin, pra lojtarin me numër 7 Drenicës. Aksioni vazhdon ku Jashari gjendet pozitë volitshme për të shënuar, portieri i Llapit shihet se ka për qëllim vaj të lufton për top, dhe këtu kemi të bëjmë me një shtyrje në pozicionim, ku gjyqtari sinjalizon për penallti. Këtu janë plotësuar kriteret për mohimin e mundësi për të shënuar, por me rregullat e lojës tek rregullat 12 të ndërhyrjes dhe sjelljes jo sportive, nga mohimi i mundësisë së shënimit të golit dokso, pra kartoni kuq qëndrohet në karton të verdh, sepse gjyqtari ka sinjalizuar për penallti, pra masën teknike penallti. Pra ndryshohet masa disciplinore. Sikur kjo ndërhyrje të kishte ndodhur jashtë zonës, atëherë do të kishim kartoni kuq dhe goditje direkte për ekipin e Drenicës. Këtu kemi ndërhyrjen serioze të lojtarit me numër 6 të ekipit Tefik Qanga, në lojtarin me numër 77 të Rami Sadikut. Gjyqtari merr vendimin e fushë për karton verdh, por gjyqtari duhet të thirret në monitor për rishikimin e pamjeve. Këtu kemi karton kuq për ndërhyrje serioze që cënon shëndetin e kundërshtarit.